Qendrat shëndetësore verore janë përgatitur për sezonin turistik duke marrë në konsiderat fluksin e regjistruar gjatë vitit të kaluar. Për këtë arsye është parashikuar shtimi i burimeve njerëzore, ndërsa në dispozicion do të jenë dhe auto-ambulancat për përballimin e rasteve urgjente. Shefja e sektorit të kujdesit dhe shërbimit shëndetësor Majlinda Gjika konfirmon se ndërhyrjet kryesore janë përqendruar në qendrat shëndetësore të Himarës, Dërmiut dhe Drimadhes, zonat të cilat shënuan fluksin më të lartë të pushuesve gjatë sezonit veror të kaluar. Sipas saj, vetëm gjatë vitit të kaluar këto qendra kanë regjistruar një numër të konsiderueshëm vizitash nga turistë huaj dhe pushues vendas. Në kuadër të sezonit turistik veror 2026, Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Vlorë ka vënë në dispozicion 10 pika verore, 10 qendra shëndetësore verore, të cilat kanë një shtrirje gjeografike përgjatë Bregdetit të Vlorës. Këto qendra shëndetësore janë të vendosura gjatë Bregdetit të Vlorës, shumë më afër vijës bregdetare dhe janë të aksesueshme nga turistët për çdo lloj shërbimi shëndetësor që do kenë nevojë. Duke filluar nga qendra shëndetësore e Zvërnecit, vazhdojmë me qendër verore të Plazhi Vjetër, Radhim, Orikum, Palas, qendra shëndetësore verore Dërmi, Himar, Qeparo, Drimadhe dhe Jal. Këto qendra shëndetësore verore kanë startuar shërbimin e tyre në 1 qershor 2026 dhe do ofrojë shërbim për 4 muaj rresht. Shërbimi i tyre do jetë 24 orë përveç qendrës shëndetësore verore të Zvërnecit, e cila do jetë me një shërbim 12 orash. Atëherë, këto qendra shëndetësore verore do të ofrojnë shërbim 29 mjek, vetëm qendra shëndetësore verore e Zvërnecit është me 2 mjek, duke qenë se dhe shërbimi është 12 orë, 2 mjek dhe 3 infermier ofrojnë shërbim, ndërsa në qendrat e tjera shëndetësore verore do jenë 3 mjek dhe 3 ose 6 infermier sipas ngarkesës së punës. Kjo është bërë nisur nga ngarkesa e punës së viteve të kaluara, qendra shëndetësore verore Himarës dhe Drimadhe, duke qenë se ka pasur ngarkesë më të lartë pune, është shtuar burimet njerëzore me infermier dhe me mjek. Gjithashtu në këto qendra shëndetësore verore do jenë në dispozicion dhe autoambulancat, të cilat do të ofrojnë shërbim urgjence dhe transporti, kryesisht në Orikum, Himar dhe në Drimadhe. Vitin e kaluar janë paraqitur 17.161 turistë, janë paraqitur pranë këtyre qendrave shëndetësore, të cilën kanë marrë shërbimet përkatëse sipas problematikave shëndetësore që kanë paraqitur. Nga këta kemi 13.517 janë turistë vendas shqiptar dhe 3.644 janë turistë huaj. Shërbimet kanë qenë të ndryshme sipas problematikave shëndetësore që kanë paraqitur, por kryesisht kanë dominuar sëmundjet e stinës verore, domethënë diaret, sëmundjet kardiovaskulare, ka pasur aksidente vaskulare, ka pasur aksidente nga mbytja e detit dhe kryesisht gastroenterite. Dhe pickimet, nuk kanë munguar dhe pickimet nga insekte të ndryshme. Shërbimi gjatë vitit të kaluar është realizuar me sukses, ka pasur disa të mbytur nga detit të cilët janë menaxhuar shumë mirë nga punojësit, nga stafi i qendrave shëndetësore, gjithashtu dhe aksidente vaskulare, duke qenë se këto qendra shëndetësore janë të pajisura me të gjitha pajisjet mjekësore, përfshi dhe defibrilatorin, EKG dhe defibrilatorin, gjë që i ka ndihmuar punonjësit mjekësor që të ofrojnë këtë shërbim të specializuar. Gjithashtu janë menaxhuar mjaft të mirë dhe aksidentet automobilistike, të cilat kanë qenë duke hushtuar dhe këto kanë pasur një ndihmë të parë nga shërbimi i qendrave verore dhe janë transportuar për mjekim të specializuar në spitalet rajonale. Ngarkesa e lartë që kanë pasur qendra shëndetësore verore vitin e kaluar ka pasur benefitet e veta, në të cilën kemi parë që kjo ngarkesë ka ulur ngarkesën spitalore. Këto qendra shëndetësore verore pritet të përballen me një fluks të lartë pacientësh edhe gjatë këtij sezoni veror. Në të gjithë vijën bregdetare nga Zvërneci deri në Qeparo do të jenë në funksion 10 qendra shëndetësore verore, të gatshme për të ofruar shërbim pushuesve dhe banorëve të zonës.